ai si një komunist me përvojë në politikë, dhe si mbahej, si mund të merrej posti, arriti që ti shmang të gjithë ata që mund të bëshin, ose edhe që u bën, se kryetari i parë i PD-s nuk ka qenë Saliu. Dhe unë s'kam qenë në mbledhjen për zgjedhjen e kryetarit, se nuk isha pjesë e poste. Kush ishte i pari? Ka qenë Azemi, kryetari i parë. Po pra, kryetari i parë i Partisë Demokratike, dhe këtu keni shumë drejt dhe unë e shkruaj edhe në për kryetari i parë i Partisë Demokratike ishte Azem Hajdari. Dhe mbaj mend që miku im Frot Qupi e ka shpjegu shumë mirë si u zgjodh Saliu, se me sa di në votat e para kur u bën zgjedhjet ishte me votima më duket kish fituar Meksi. Po, Meksi shumë vërtet. Dhe pra një intrigant edhe si Saliu e ka përdor intrigën që në fillimet e lëvizjes dhe ka arrit ato që gjithë një edhe në opozit, edhe në pozit, ai ka dali fituar. Okej, se do diskutoj edhe pak më vonë. Foto tjetër që lidhet me atë momentin, besoj, me Rajërson përsëri. Tani, zoti Brozi, dua të tregoni me detaje gjithë atë që ndodhi me ju si kryetari i gjykatës së kasacionit ose të lartë që i themi ne tashmë, pas atij shkarkimi të beft të habitshëm dhe në parlament. Shkarkimi nuk erdhi si një rrufe në qiell të hapt. Problemeve të mia si kryetari i gjykatës filluan me presidentin, me qeverinë dhe institucionet tjera të shtetit. Mund të them që nga pranvera e vitit 1994, unë jam sjellë kryetar në shtator 1993. Po? Në mujtë e parë s'kemi pas probleme, por problemet fillun kur pushteti ekzekutiv po donte të impononte gjykatën e kasacionit për disa vendime të rëndësishme, për çështje të rëndësishme që po i binin gjykatës, sepse me gjykatat e tjera Saliu se kish problem, ishte kryetari i Këshillit të Lartësisë, ai i kishte në sundimin e vet. Do të ishte edhe gjykata e kasacionit. Dhe çfarë ju kërkoi juve zoti Berisha? Dhe mbaj mend për shembull kur u bën gjyqi për gazetarët e Koson, Martin Lega dhe Aleksandër Frangaj. Po, ajo ka qenë si thoshë krisja e parë më e madhe. Po? Që filloi krisja dhe konflikti i hapur me Saliun për ndërhyrjet në gjyqësor. Unë isha në trupin gjykus edhe ne ju dham pafajsi trupi gjykus, i gjykatës kasacionit, sepse nuk ishte prova dhe në bazë ligjit dhe provave ato nuk mund të dënoheshin. Po? Më merr një nga zyra presidentit dhe më thotë presidenti don të vish. Madje fola dhe me vetë presidentin në telefon, po ai tha, Zefë, hajde këtu e pash nga toni që diçka kishte ndodhur. Shkoj të zyra e presidentit, që ishte president. Në të kohë edhe thotë Zefë, pse u dhe pafajsi gazetarëve. Thash, zbatova ligjin. Si drejtësia, du të zbatojmë ligjin dhe provat, thash. U takonte dhe thjesht kam zbatu ligjin. Pse nuk me pyete mu para? Kum tha, pse nuk me pyete mu para? Më kujtua ajo që i kisha kërku që para se të pranoja detyrën që
të mos ndërhynin në punët e gjyqësorit. I them, zoti president, nëse doni tjeni dhe kryetari i gjykatës kasacionit, ja qelsat, nxora qelsat e zyrës, ja vuna përpara, i thash, unë e jap tërheqje. Edhe do t'ilja aty në zyrën ngjitur me aty të shkruja me dorën time, tërheqjen edhe u qova për ti, kur i thash do t'jell tërheqjen për pun minutash. U quaj si qishte, tutor me në kaps, jo po pritet flasim, nëse u ktheva, edhe për respekt me presidentin, tha shkon zyrë, thash gjallë, po të kërkoj për së dyti, unë mund të shkoj në zyrë, po vetëm me kusht që të ndaloni ndërhyrjen në punët e gjyqësorit. Ka vujtur Shqipëria me urdhat e politikës ndaj gjykatave. Ne nuk mund të bëjmë siç ka bërë regjimi i kaluar. Nëse shkova prapë, tërhoqa atë vendimin tim për të ndërheqje. Mbase gjykova është dhe fillimi, mbase do merrte në syrë ndërkombëtar, mund t'i bëja mbase dëm Shqipërisë që ishte në hapat e parë të demokracisë dhe pavarësisë gjyqësore. Por kuptohet presioni dhe urdhat, diktatet e ekzekutivit ndaj gjyqësorit kam qenë të vazhdueshme. Do vinte çështja e 5 minoritarëve. Po 6, po 5 ngelen ata. A 5, nëse mbase... Po, se ishin 6, netëm 5, po? Dhe aty pastaj ishte më rënda? Aty Saliu dhe Shiku dinin që arrestimi i tyre ose dhe dënimi i tyre, ato ishin dënuar në gjykatën e shkallës parë dhe në apel. Po? Dhe kishin bërë ankim në gjykatën e lartë. Dhe u bën një luftë e madhe që të sabotohej gjykimi, presion ndaj gjithë gjyqtarëve. Dhe mos harroni, mbase du ta theksoj, jam i vetmi kryetar gjykate që brenda disa muajsh, nga dhjetori 94 deri shtator 95, jam në parlament 3 herë për heqjen e imunitetit në dhjetor të 94-s, për heqje të imunitetit përsëri në mënyrë të befasishme, përsëri në fund janarit të 95-s, fillim shkurt, dhe shkarkimi. Po imuniteti ju hoqëve? Jo. Fitoi vota kundër? Po, fitoi vota kundër, sepse dhe në parlament diskutoj me heq imunitetin në dhjetor, unë isha në zyrë dhe nuk dija asgjë. Sa po ishim kthy nga Amerika, nga një trajnim që kishim bërë me shumë kolegë të gjykatës kasacionit, kisha bërë takime të sukseshme në Amerikë dhe na ishte premtuar mbështetje e fuqishme për gjyqësorin. Mbase dhe kjo mbështetje e irritoi edhe më shumë Saliun. Saliu du t'jetë të gjithë tjerët du t'jenë 0 para Saliut, 0 para Saliut. Dhe në atë kërkesë që ishte për heqje imuniteti, atje diskutojnë parlament dhe unë nuk dija që po bëhej. Biles, po ka histori edhe shkëmbimi që bëra. Kujtoj tani si bën kërkesat për heqje imuniteti në Shqipëri, që ka një procedurë, merr kohën që parlamenti të Nëse ju në atë kohë së morë fare kjo kohë?
atje po votohej pa më thirr fare mua. Dhe është histori e gjatë, lufta ime, I kërkoja parlamentit, mirë më hiqen imunitetin.